emocion të veçantë për arsye se presidenti i Paris, i kësaj, themeluesi i LDK-s, Ibrahim Rugova, ishte një miku im. Dhe kisha shumë shpesh kontakte me të, dhe të gjithë e njohim, si thuash, nuk po them madhështin, por të gjithë e njohim mrekullinë e Rugovës. Padyshim, nuk mund të kërkojmë sot, do të ishte naivitet i madh të kërkojmë prapë Rugovën, të kërkojmë autoritetin e Rugovës, të kërkojmë partinë e Rugovës e tjerë. Gjërat ndryshojnë. Dhe gjërat ndryshojnë edhe për arsye të tjera, aq më shumë për arsye kaq dramatike sa që ishte humbja e presidentit të parë të Kosovës, themeluesit të vërtet të Republikës Kosovës. E më falni për këtë zgjatje, po LDK-ja sot është, kjo parti që është me një diskutim shumë të madh si brenda vetes ashtu dhe nga jashtë. Pikat më kulmore e asaj çfarë po ndodh në LDK dhe rreth LDK-s, me rezultatin, me sa më korrigjoni, po besoj një 18% sa ka marrë, është largimi i kryetarit, do të thënë dorëheqja e kryetarit të LDK-s. Pikës pari nuk do të pajtohesha me një nxitim për dorëheqje, kushdo që të ishte, padyshim. Për arsye më së shumti për arsye të kësaj çfarë po ndodh sot në Kosovë dhe në politikën e Kosovës. Sot po ndodh një gjë që është jashtë, mund të themi jashtë partive. Mund të themi jashtë interesave të grupimeve të vogla. Mund të themi se është një çështje kombëtare. Kosovës sot i duhet, politikës kosovare i duhet të ndërtojë qeverinë. Dhe ndërtimi i qeverisë në Kosovë, padyshim që është prioritet që i lë më një anë që të gjitha dorëheqjet e tjera. Dhe ndërtimi i qeverisë në Kosovë është një fenomen, është një strukturë, është një arkitekturë. Dhe mbase pikërisht zotri Çupi, ndërtimi i qeverisë në Kosovë e ka ngritur edhe këtë debat në lidhje me LDK-n, por ju thatë se keni pasur mik ish presidentin legjendar Ibrahim Rugovën. Po? Dhe duke marrë parasysh këtë fakt, duat ju pyes në këtë moment, shihni ndonjë pikë... Po më falë. Më la të çoja në fund mendimin pse në këtë kohë mund mos ishte nevojshme dorëheqja për shkak se unë kam një perceptim ose kam një ide ose bashkohem me idenë e shumë intelektualëve dhe njerëzve në Kosovë se tani duhet një qeveri e unitet kombëtar. Dhe një qeveri e unitet kombëtar padyshim që do kontributin e gjithëve. E qartë, por le të ndalemi pak tek ajo pjesa, le të jemi pak më preciz në atë farë na intereson. Ju thatë se keni njohur zotri Rugovën, personalisht. Dhe duke parë një LDK të ditëve të sotme, e shehni ideologjinë dhe rugovizmin e tij brenda këtij subjekti politik? Më vjen shumë mirë për këtë pyetje që bëni, sepse do doja të dilja të kjo ide, po është një ide pak e vështirë për shkuar deri aty sot, po do doja të thoja se brenda në LDK dhe brenda në leadershipin e LDK-s ka jashtëzakonisht shumë pak ose ka vlera shumë të zbeta nga ato që kishte filozofia e Ibrahim Rugovës. Filozofia tërësore e Rugovës ishte Republika e Kosovës, shteti i Kosovës, liria e Kosovës dhe zhvillimi i Kosovës. Por pse nuk ekziston ajo? Pse ka kaq pak? Unë nuk them se nuk ekziston fare, po janë shumë të zbeta. Në të gjitha fushatat elektorale që ndjek në Kosovë, madje edhe në debatet saktuara ku diskutohet për LDK, vëre se pikat themelore, gjërat themelore të Kosovës nuk shtrohen si diskutim. Shtrohen si diskutim plot gjërat të tjera, por që janë më minore se sa çështjet e mëdha të Kosovës. E para, e dyta, gjatë gjithë kohës LDK-n e re, domethënë të LDK që është sot, dhe leadershipin e Kosovës, e LDK-s, i shikoj brenda një kompleksi, i shikoj brenda të kompleksuar ose nga pushteti, ose nga Kurti, ose dhe nga ideja fikse që është krijuar në Kosovë se gjitha fajet na i ka Serbia. Pra, zoti Çupi, ju nuk mendoni që transformimi i LDK-s është nga kompleksi nga Kurti?
Sigurisht është kompleksive ndaj Kurtit, sepse cilët janë komplekset. Në radhë parë dhe vetë Abdigjiu ishte një ministër i Kurtit. Gjë që dëshmon se gjatë gjithë kohës që ka ishte i dërguar nga LDK-ja, zotri Çupi, nuk ishte ministër i Kurtit se ishte në partinë vetëvendosje, por ishte nga LDK-ja në koalicion me vetëvendosjen krijuar një qeveri për të shpëtuar Kosovën. Dhe LDK-ja sakrifikoi veten si parti nga 22% ra në 12% për shkak se bëri koalicion me vetëvendosjen për të shpëtuar Kosovën. Dhe këtë duhet ja di populli për mbase kësaj Çupi partie. referohet në faktin që Abdigjiu refuzoi të harxonte qeverinë e atërshme. Do me thënë, po pranoni këtë që po them unë, do me thënë, nëse shkon në një qeveri, nëse shkon në një stan, duhet të mbash edhe, më falni për çfarë po them, po duhet, nëse je në një stan delesh, edhe mbasi del nga delet, bjera dele. Kjo është e padiskutueshme. Kështu që pjesëmarrja e Abdigjiut në atë qeveri është padyshim një kompleks. E para, e dyta, është kompleksive jo vetëm përveç partisë së Haradinajt. Unë shikoj që edhe partitë të tjera kanë një kompleks të ashtu quajtur kompleks inferioriteti, kompleks... Por të ndalemi tek një pikë mjaft interesante, dje kishin të njëjtin debat këtu në Kosova Today dhe zotri Çupi, shumë persona më kanë shkruar për listën e LDK-s, shumë militant edhe simpatizues të LDK-s më kanë shkruar dhe ajo çfarë më bëri përshtypje është se disa prej tyre më thanë në listën e 10-shës së votuar nuk ekziston fare emri i Abdigjiut. Të votuar në kësaj radhe në Pra, shumë persona të cilët e kanë votuar LDK-n kanë zgjedhur 10 deputet, por jo edhe Abdigjiun. Njëjta ka ndodhur edhe në parti tjera, Kron. E njëjta ka ndodhur në parti. Po mirë, jena të folë për LDK-n dhe më interesant ta di pse këti subjekti specifikisht po ndodhë kjo. Komplet. I kom gjepën. Po. Më duket. Në parti tjera s'po kërkohet ndryshimi i leadershipit. Në LDK po kërkohet. Jo. Po mirë dhe jo, ti te kryeministri më i mirë në Kosovë që është Avllahoti. Dhe po e kërkon ai. Ai po e kërkon. Mirë, ne po diskutojmë Gaxheri, nuk kemi në LDK që të marrim vendime. Po zotri Çupi? Po. Çupi? Them një gjë që unë nuk mund të mendoj se e njoh politikën e ditës sa që njihni ju në Kosovë dhe jo politikën e ditës, më shumë se sa detajet e kësaj politikët ditës. Po për mua, gjërat themelore janë ato që reflektojnë edhe të votuesi. Dhe fakti që Abdigjiu nuk është votuar në masë, nuk po shikohen arsyet e vërteta pse LDK-ja ndodhet në këtë pozitë, pse PDK-ja ndodhet në këtë pozitë, pse AK-ja ndodhet në këtë pozitë, etj. Mos harrojmë një gjë, kolegi jemi, mos harrojmë një gjë, që ka refleksione të fantastike, që ka ndjesi shumë të holla tek votuesi. Ai të pikon se jo se sa zhurma bën, çfarë fushate bën, etj. Ai të shikon cilat janë interesat e tua dhe interesat e vendit vet. Gjatë gjithë fushatës dhe para fushatës. Unë i kam parë partitë opozitare, më lejoni ta veçoj zotin Haradinaj. I kam parë shumë të ngasta për të thënë që qeveria Kurtit po na izolon. Kur nuk e kanë thënë. Dhe izolimi i Kosovës është nëse vërtet arrim në izolim të Kosovës, është fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë kombit shqiptar. Është vërtet fatkeqësia më e madhe. Ne mund të merremi me numrin vota sa të duash, por s'kan pikë vlere për publikun, para faktit që Kosova mund të jetë krejt e veçuar dhe izoluar nga perëndimi, sidomos nga perëndimi. Kjo është një arsye. Përpara se të kthehemi edhe një herë te kolegu Ardian Gaxheri, zoti Çupi, kush do të ishte në sytë tuaj lideri më i duhur